Allahu Ta'ala alayhi wa ala ali tabi'in at-tahirin wa ashabil kiram al-muhtadin wa salama tasliman kathira. Nas'alullaha rabbana an yaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet dhe adhurimet tona i takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjitha të besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju dashur besimtarë dhe ju besimtare. Allahut na falë të na mëshirojë sot në këtë ditë xumaje. Nga jetët madhështore që zgjodhëm, besimtarët dhe besimtarët i drejtohen Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu ju përgjigjet atyre. O Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtaka ala rasulika yawmil qiyamah. O Zoti i gjithësisë, na jep shpërblimin të cilin na e premtove nëpërmjet dërguarve tuaj, dhe në ditën e Kiametit mos na poshtro. Na mbroj, sepse me të vërtet ti je i fuqishëm edhe je dhe i dashur për robërit e tuaj. Një njeri i vëllezër besimtar dhe besimtare ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Ja Rasulullah, o i dërguar i Zotit, kur do të bëhet Kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: Mos pyet për orën e Kiametit, por po të pyesun ty çfarë ke përgatitur për atë ditë. Kur themi Kiamet do të thotë shkatërrim, orë e caktuar, orë e shpejtë, përfundimi i gjithçkas, të cilin Allah e ka caktuar për këtë botë. Ashtu si një herë e ka kriju me gjithçka, ne e shohim dhe nuk e shohim, por kësaj bote i ka caktuar dhe fundin. Pra nuk do të jetë e përhershme. Dhe mas i mbaron kjo botë, do të fillojë një tjetër jetë për njerëzit. Apo për të dy grupet e njerëzit. Edhe për grupin e xhenetit, edhe për grupin e xhehenemit. Do të fillojnë pra dy jetë të ndryshme. Pra kjo botë ka fundin, ndoshta e pa diskutueshme. Pra nuk do vazhdoj kështu pa mbarim. Sjell Zotin këtë jetë, krijo, kalon banesat varrëve, jo gjithmonë kështu. Dhe kjo orë normalisht është e fshehur tek i madhi Zot Xhelel Xhelaluhu, pavarësisht se ç'na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për kohë të ndryshme, për shembull, mbas akşami, apo për ditë xumaje, apo disa shenja që tregojnë se do të bëhet Kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend disa shenja që janë të vogla. E normalisht shumica e shenjave të vogla kanë dalë. Shumica. Ndërsa shumica e shenjave të mëdha akoma nuk kanë dalë. Për shenja të vogla kemi folë këtu vazhdimisht. Po për shembull një shenjë e vogël e Kiametit është kur ti apo unë hasmerohesh me prindit e tuaj. Nuk i do me i pa me sy, me shok, me miq. Kur ti
ta është lezeto harami, sa që dukesh i keq kur merresh me halalin. Apo nuk do me ditë se ushqimin që e fitove ishte halal apo haram, vetëm mosh barkun. E shumë gjëra tjera që inshallah do të kemi rastin e umrim në xhumë. Po sot na desha të tregoj domosdoshmë për atë momentin e beft. Kiameti në vetvete është një befasi për njerëzit. Si të them, do t'i zej matë. Shpejtësi e madhe. Për shembull thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na e tregon Abu Huraira, një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith, edhe thot, kanë dalë dy burra thot për të shit. Materiale kështu për veshmbathje, copa apo basme të ndryshme, do e hapin thot edhe s'do të kenë kohë me mëllë se do bëhet kiameti. Pra nuk do shesin asnjë gjë, do e hapin, do mbyllet ajo copa, ai malli i tregtis, edhe nuk do të kenë kohë, sepse do bëhet kiameti. Dhe kjo befasi, o vëllezër të dashur besimtar dhe besimtare, në këtë moment domethënë njeriu nuk do t'i pranohet më as imani, as tobja. Pra nëse ky moment, për shembull, një nga shenjat e mëdha është edhe lindja e diellit nga perëndimi. Na jemi mësuar gjithë që e shohim diellin që lind, dhe asnjëherë s'e mësuar që me e pa që të lindi ne nga perëndon. Edhe kjo është nga shenjat e mëdha në fakt. Nuk ka